A shpat, të qanë të gjithë nënat shqiptare, thot Selvia teksa paralajmëron këngën e fundit të Shpatit. Ajo ka bërë të ditur se Shpati ka lënë pas disa këngë të cilat nuk arriti t'i publikonte sa ishte gjallë. Sot po i lë botës një këngë që flet për mallin e një djali në Gurbet, që ëndërron ditën kur do të kthehet e do ta gjejë nënën duke e pritur, shkruan ajo në nisje të mesazhit. Më tej, ajo shton se kjo këngë sot merr një peshë edhe më të rëndë, duke pasur parasysh ikjen e parakohshme të artistit. Sa e rëndë tingëllon sot kjo këngë, sepse një nën ende pret zërin e djalit të saj, për qafimin e tij dhe trokitjen e tij në derë. Në mbyllje të dedikimit, Selvia tregon se e sheh si një mision personal që zëri i bashkëshortit të saj të ndjerë të mos shuhet kurrë. Zëri i tij do të jetojë mes nesh gjithmonë. Humbja e parakohshme në nëntor të vitit të kaluar e këngëtarit të njohur, Shpat, Kasapi la një zbrasti të madhe te familjarët dhe publiku që e ndoqi ndër vite. Edhe pse muajt kalojnë, kujtimi për të mbetet i gjallë, veçanërisht përmes artit dhe trashëgimisë muzikore që ai la pas. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.